Të paktën për transparencë me qytetarët, në Kuvendin e Shqipërisë nuk ka asnjë kërkesë për heqje imuniteti, sepse as deputetët dhe as ministrat në Republikën e Shqipërisë nuk kanë imunitet. Ka një kërkesë ose dhënje autorizimi për një masë sigurie. Për të qenë të saktë, tani e bëre gafën mbaje, po dhe sqaroni të gjithë ata me të cilët flisni. Nuk ka kërkesë për heqje imuniteti. Sa i përket një kërkese për dhënje autorizimi, zotrote si antar i atij këshilli i emëruar nga zoti Peleshi si kryetari i këshillit, jeni njoftuar sikurse jam njoftuar edhe unë në datën 23 ora 10:00 për të vijuar me mbledhjen. E dyta, të gënjesh është edhe profesion sot, dhe ju e ushtroni këtë profesion në mënyrë shembullore. Thatë që ka një vendim të gjykatës kushtetuese 8-0. A mund ta kemi atë vendimin tënd, se unë di dhe publiku di, ja ku i keni dhe gazetarët aty lart, që nuk ka një vendim. 8-0. Dhe sa i përket 8-0, po ka një vendim 8-0 në leximin pa jurisprudencë, sepse nuk ka prodhuar jurisprudenca i vendim, 8-0 që thonë që GKK-ja ka ndërhyrë në kompetencat e kryeministrit. Të dyja palët, zoti kryetar, ka një zhurmues në sallë i cili duhet trajtuar sipas rregullores. Ka mundësi, ju lutem, zhurmuesi të bllokohet lëshimin e valve të pa kontrolluara? Faleminderit. Pra, ka 4 antarë të gjykatës kushtetuese që kanë thënë që ka ndërhyrje, por kjo ndërhyrje në kompetencat e kryeministrit dhe të parlamentit duhet të adresohet nga gjykata kushtetuese. Janë dhe 4 të tjerë që thot ka ndërhyrje në kompetencat e kryeministrit dhe të presidentit dhe të parlamentit, por kjo duhet adresuar nga ligjvënësi kushtetues. Pra, të dyja palët 8-0 thonë që ka ndërhyrje në kompetencat e kryeministrit, të parlamentit, të presidentit, por nuk kanë rënë dakord sa i përket mënyrës se si zgjedhet. 4 thonë të zgjedh parlamenti dhe 4 thonë ta zgjedhë vetë gjykata. Ne presim me kërshëri, dhe unë e kam bërë dhe tendën e kaluar kur ju ishit në udhtim, i kam bërë thirrje gjykatës kushtetuese që brenda afatit përcaktuar në ligjin e vet organik të na vërë në dispozicion, edhe pse nuk jemi në kushtet e një vendimi me jurisprudencë në kuptimin e mirëfillt, pra me një vendimarrje, jemi në një vendim pa vendim, ne do ta lexojmë me vëmendje se çka kanë gjetur antarët e gjykatës kushtetuese. Dhe prandaj në vijim të komunikimit për këtë çështje, dua që t'ju informoj edhe ju